Një moment të jetë emocionues ka ndodhur së fundmi duke dëshmuar edhe një herë dashurinë e madhe që ndjekësit kanë për dyshen më të komentuar të momentit, Mateon dhe Brikenën. Një grup fansash besnik kanë menduar një surprizë mjaft origjinale, duke u dërguar atyre dhurata simbolike që mbartin një domethënie të veçantë për marrëdhënien e tyre. Mateo ka mbetur pa fjalë kur ka parë kutitë e mbushura me detaje që i dedikoheshin lidhjes së tij me Brikenën brenda në shtëpinë e Big Brother VIP, Albania 5. Mes tyre spikasin, shkrepje nga momentet e tyre më të bukura, të cilat fansat i kishin mbledhur me kujdes. Buqet me lule që mbanin mesazhe prekse ku theksoi se sa shumë e plotësojnë ata njëri tjetrin. Portrete të punuara me dorë që pasqyronin ngrohtësinë e tyre. Sapo Mateo ka thirrur Brikenën për t'i treguar surprizën, atmosfera ka ndryshuar menjëherë. Burime prandyshës bëjnë me dije se Brikena është emocionuar pafund, saqë nuk i ka mbajtur dot as lotu të gëzimit. Ajo ka kaluar minuta të tëra duke parë çdo foto dhe duke lexuar çdo letër të shkruar nga fansat. Nuk e besoja se njerëzit mund të kapnin kaq bukur detajet tona, mësohet të ketë thënë ajo me zbuzë qeshjeve. Ky gest i fansave nuk ishte thjesht një dhuratë materiale, por një konfirmim i mbështetjes së madhe që çifti gëzon jashtë. Gëzimi i tyre ka pushtuar rrjetin duke u bërë viral brenda pak minutash. Në sa duket, lidhja mes Mateos dhe Brikenës po bëhet çdo ditë më e fortë, e bekuar tashmë dhe nga dashuria e publikut që i ndjek në çdo hap. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se mes Mateos dhe Brikenës ka me të vërtet ndjenja? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!